Mirë se vini në këtë analizë ku do të dekonstruktojmë filozofikisht një nga konceptet më të thelbësore të ekzistencës, monadën. Për ata prej nesh që studiojnë filozofinë apo thjesht kanë një kurështje të thellë për origjinën e botkuptimeve tona, ky është një udhtim absolutisht magjepsës. E dini, numri 1 nuk është thjesht një shifër llogaritëse. Përkundrazi, është një aksion universale që lidh në mënyrë të përsosur misticizmin e lashtë, matematikën e pastër dhe kozmologjinë moderne. Është fjalë për fjalë themeli gjeometrik dhe vetë fillimi i gjithçkaje. Këtu kemi silabusin e leksionit të sotëm. Do të nisim me monadën si origjina e gjithçkaje. Pastaj do të kalojmë te Pitagora, lidhjen e jashtëzakonshme mes hermetizmit dhe Big Bangut, boshtin e ekzistencës në natyrë dhe do ta mbyllim me simbolikën e vullnetit krijues. Le të zhitemi menjëherë në temën tonë të parë, monada, si origjina e gjithçkaje. Nëse kthehemi pas te mendimi i lashtë mistik, numrat shiheshin krejtësisht ndryshe nga ç'i përdorim ne sot. Përmendjet më të ndritura të antikitetit, numri 1 nuk ishte thjesht fillimi i numërimit, ai njihej si njëshja hyjnore. Imagjinoni një gjendje të pastër të unitetit absolut, përpara se të ndodhte çfarë do lloj ndarjeje në dysh apo në tresh. Është ai potenciali përsosur para se diçka fizike të manifestohet. Mendojeni si një telajo plotësisht të zbrazët dhe, njëkohësisht, si pikën e parë të bojës që bie mbi të. Për çdo që merret me filozofi, ky është themeli i vërtet ontologjik, vetë thelbi i vedisë së pastër. Dhe natyrisht, kjo ngre një sfidë jashtëzakonisht të thellë konceptuale. Ne jemi të programuar ta kuptojmë botën përmes kontrastit, apo jo? E kuptojmë të nxehtin sepse njohim të ftoftin. Drita ka kuptim vetëm fal errësirës. Pra, ne perceptojmë realitetin ekskluzivisht përmes dualitetit. Por, para se të ekzistonin këto koncepte, cila ishte gjendja e kozmosit? Si mund të përkufizojmë diçka që nuk ka të kundërt? Ky është një ushtrim mendor që na detyron të hidhemi përtej asaj që mund të vëzhgojmë fizikisht, thellë në metafizik. Përgjigja, të cilën e gjejmë kudo nëpër traditat e mëdha shpirtërore, është pikërisht njëshi. Kjo është qendra absolute. Pavarësisht nëse në lindje e quajnë Tao, apo Brahman, apo në fetë abrahamike i quajnë Zot, i gjithë koncepti reduktohet në këtë pikë të vetme dhe të pandashme. Gjithçka që ne shohim, prekim dhe ndjejmë rrezaton pikërisht nga ky burim i vetëm. Tani le të shohim se si Pitagora e ktheu këtë në një kornizë filozofike. Për pitagorianët, matematika nuk ishte një mjet i thatë llogaritës, për ta ishte niveli më i lartë i teologjisë. Numrat ishin entitete të gjalla, monada në këtë sistem trajtohej si parimi i parë, pak të shkëndijë të parë hyjnore, numri 2 thjesht nuk mund të ekzistojë. E rrjedhimisht, nuk mund të kesh gjeometri, nuk mund të kesh materie, nuk mund të kesh univers. Gjithçka zëfill nga ky burim inteligjent qendror. Duke kaluar në pjesën tjetër, do të shohim se si kjo teori antike përputhet jashtëzakonisht mirë me shkencën e sotme. Kjo këtu është vërtet mahnitse. Kemi një paralele perfekte mes metafizikës antike dhe astrofizikës moderne. Nga njëra anë, kemi modelin hermetik, i cili i thotë se i gjithë është mendje, pra gjithçka është thjesht një emanacion i një vetdieje të vetme primordiale. Nga ana tjetër, çfarë na thot kozmologjia moderne për Big Bangun? Që para atij shpërthimi masiv, e gjithë koha, hapësira, materia dhe energjia ishin të ngjeshura në një pikë të vetme. Është absolutisht marramëndse të mendosh se si mistiku i lashtë dhe fizikani modern, megjithëse përdorin gjuhë të ndryshme, po përshkruajnë thelbësisht eksaktësisht të njëjtin njësh. Le të shohim tani se si ky rregull makrokozmik përkthehet kudo rreth nesh në natyrë. Shikoni pak formën e numrit 1. Gjeometrikisht, ai është një shtyllë vertikale, dhe ky vizual është shumë i fuqishëm. Në pothuajse çdo traditë shpirtërore, kjo shtyllë vepron si aksi që lidh tokën me qiellin. Merrni shembull shtyllën kurizore të njeriut. Në lindje, me zgjimin e energjisë Kundalini apo në rritet e Egjiptit të lashtë, shtylla kurizore vlerësohet pikërisht si ky kanal qendror, kjo rrugë vertikale vetdikjes. Pra, natyra mbështetet tek njëshi për të ndërtuar strukturë dhe stabilitet. Nëse e vëmë re me kujdes, çdo sistem ka nevojë për atë qendër të vetme. Trupi ynë ka një zëmërje dhënëse dhe një tru. Toka rrotullohet rreth një boshti të vetëm. I gjithë sistemi ynë diellor mbahet bashkë nga graviteti një dielli të vetëm qendror. E madje edhe në rrafshim psikologjik, ne operojmë përmes një vetdije të vetme individuale, një uni të pandashëm. Kjo nuk është thjesht një rastësi, është fjalë për fjalë gjeometria thelbësore e realitetit që përsërit veten në çdo shkallë. Së fundmi, si përkthehet të gjithë kjo në veprimet tona njerëzore? Numerologjia thotë se energjia e njishit në rrafshin e veprimit njerëzor është leadership, iniciativë, ambicie dhe vullnet krijues. Pse? Sepse monada është vetë shkëndija e krijimit. Kur individët reflektojnë këtë energji, ata po bëjnë eksaktësisht atë që bëri forca primordiale,
Ata nisin lëvizjen e parë, ata krijojnë diçka të re nga asgjëja. Është mikrokosmosi ynë njerëzor që thjesht po pasqyror thelbin e makrokosmosit. Besoj se kjo maksim ezoterike e përmbledh në mënyrë gjeniale të gjithë këtë analizë. Është një kujtesë thelbësore për mendjen akademike, pa këtë piknisje të vetme, ne nuk do të kishim asnjë dualitet, nuk do të kishte materje, as dritë e errësirë, asgjë për të studiuar apo vëzhguar. Çdo sistem kompleks që ne njohim, pavarësisht sa i gjerë është, në fund reduktohet te ky unitet absolut. Për ta mbyllur këtë leksion, dua t'ju lë me këtë mendim. Nëse mistikët e lashtë dhe fizikanët e sotëm bien dakord që i gjithë kozmosi ynë u lind nga një pikë vetme, nga një singularitet qendror, çfarë na tregon kjo për vetë shkëndijën që qëndron fshehur brenda nesh? Të pranosh që secili prej nesh është një fragment i vetëdijshëm i një universi të lindur nga ky burim i vetëm, është ndoshta ftesa më e bukur filozofike për të eksploruar vërtet se kush jemi. Faleminderit që më shoqëruat në këtë eksplorim thelbësor.